Cili është shembulli I suksesit me të cilin ju krenoheni edhe që ja ka dalë fare mirë, që t'jetë jo vetëm I pozicionuar, por që t'i ketë rezultatet konkrete dhe reale? Unë mendoj që suksesi më I madh I një platforme si Wolt është feedbacku pozitiv që merr nga klienti fundor, po qoftë edhe nga bizneset. Sot që flasim, numri I klientëve është në rritje dhe vetëm rritje, është progresive, madje është e vështirë që të përballohet volumi I porosive në rritje nga muaj në muaj. Nga ana tjetër, feedbacku është shumë pozitiv. Pse e them? Sepse klientët rikthehen, që do të thotë nëse një klient deri dje mund bënte 2 porosi në javë, ne shikojmë tani që numri është rritur në 3, 3.5 mesatarisht e kështu me radhë. Që do të thotë fakti që klientët e përdorin akoma më shumë çdo ditë, do të thotë që janë të kënaqur me shërbimin. Kjo është arritja më e madhe, do thoja unë, për çdo biznes në çdo industri. Nga ana tjetër, bizneset janë duke investuar akoma më shumë, duke pasur staf të dedikuar për platformat dhe deliveryt online. Kjo do të thotë që edhe bizneset janë të kënaqura me bashkëpunimin dhe me faktin që kanë rritje të shitjeve, kanë arrin më shumë klient nga që mund të arrin me pikën fizike. Në momentin që e përmendim fjalën Wolt, menjëherë na asocion me fjalën delivery, pra shpërndarje të shërbimeve, produkteve e të tjera. Si mund të kuptohet për te I kësaj? Si mund të shpjegohet audiencës që tash po na ndjek për te I kësaj? Praktikisht është në pamje të parë është një gjë shumë e thjeshtë. Është një platformë që të mundson transportin e një produkti nga një biznes tek një individ. Por në ekosistemin përkatës, në background, është goxha komplekse nga ana teknologjike, sepse kërkon krijimin e 3 sistemeve, platformave ndryshme, një për konsumatorin, një për ekosistemin e korrierëve dhe një tjetër për bizneset. Janë 3 platforma ndryshme që janë të sinkronizuara me njëra tjetrën, që punojnë në mënyrë pothuajse perfekte, që mundsojnë, po themi, këtë dërgesën e porosive sa më shpejt te konsumatori, që sot që flasim ka shkuar nivelin e 25 minuta mesatarisht. 25 minuta. Kjo ndodhet në Kosovë dhe në Shqipëri? 25 minuta është për Kosovën dhe diku ke 28 minuta në Shqipëri. Cilët mund jenë faktorët përveç trafikut të dendur, apo vetëm kjo është? Trafiku është më shumë relativ, po themi, për pjesën e automjeteve. Ne përdorim shumë korrierë që përdorin motocikleta, bicikleta, që e shmangin trafikun. Prandaj edhe konsumatori mezi pret, po themi, dhe e përdor platformën shumë sepse delivery është shumë i shpejtë.